Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot. Mirë se u gjem në takimin e parë të kësaj jave. Është hënë data 6 tetor 2025, ora 7 fiks, nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme, ku si zakonisht do jemi në këto 2 orë të para të mëngjesit, fillimisht duke u njohur me disa prej zhvillimeve kryesore të orëve të fundit dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Me zhvillimin ka vendin oranews.tv, Shqipëria në alarm, krime nga të miturit dalin shifrat shqetësuese për vitin 2025. 2 urat e Shijakut, vrasje për hakmarrje nga Avdylajt dhe tjetërsim pronash nga Rumi. Eksperti i sigurisë rrugore, monopatinat të njihen si mjete drejtuesi të kryen kurs disa ditor. Video vaksinim antigrip falas në banesë për pacientët kronik. Dalin emrat, aksidenti në rrugën e Arbrit, familja për 5 antarësh dërgohet te trauma. Hezitimin ndaj vaksinës së frutit ul mbulimin në Lezhë. Plane për atentate në lidhje me zyrtar në Durrës zbardhen përgjimet e rrumit të Shijakut në Sky ICC. Aksident në rrugën e Arbrit, lëndohen 5 antarë të një familje. Vllai deputetit Partisë Socialiste në Sky ICC po u hap enkro, jemi për mal, s'ka zgjidhje tjetër. Trafik i rënduar në aksin Lezhë-Milot, makinat në radhë për disa orësh, shkak mbyllja e urës. Detajet e reja, tentoi të ikte shqiponjave 31 vjeçari i rrezikshëm, që përplasin 9 makina, pjesë e grupit të Marklen Hakës. Tentoi të ikte shqiponjave, ja kush është Imer Krashi që përplasin 9 automjete. Zjarr në katrin e 8 të një pallati pranë xhamisë në Fier, shkëmbohet apartamenti. Video plagosi 2 persona dhe përplasi disa mjete në momenti kur 31 vjeçari jep gaz makinës dhe tenton t'i ikë policisë. E kam parë me BMW të blinduar, si Rumi e ndiqte këmbakëmbës, Plaren Dervishajn, duhet goditja janë bërë të fortë. Turistët evropianë zbulojnë thesaret shqiptare, parku i Bylusit, mikpret vizitor nga Polonia, Gjermania, Franca dhe Çekia. Ndotja në Elbasan ish metalurgjiku nga fshati Balës, zonat më problematike. Skandalit e onkologjiku. Raporti i KLSH-s, gjysma e banave kundër kancerit nuk arrin te pacientët. Atentati me Triton në Sarand, ku u vraj Sofia Çaj, krimi dyshohet se u krye nga 2 persona, 10 të shoqëruar. Dëmtuar me shkop druri, xhamat e automjetit procedohen 2 të rinë në Belgj. Pamje ku 31 vjeçari tentoi të ikë policisë duke përplasur disa makina, plagosi një efektiv së bashku me bashkëshorten. Nëna denoncon humbjen e djalit 4 muaj pas largimit nga shtëpia, policia nisi hetimet dhe kërkimet. Banda armëzjarri pa leje, Lezhë, arrestohet 38 vjeçari. Një armatosuri përplas me makinë disa persona, plagoset e rënd efektivi policisë dhe bashkëshortja e tij. Sarand, hetimet për atentatin ndaj Sufiaçajt dyshohet si një sulm i mirë organizuar me telekomand. Vend takimi të moshuarve, historia e 72 vjeçare, se cila jeton vetëm prej gati 3 dekadash. Vaksinim antigrip falas në banesë për pacientët kronik. Risit e Fakulteti i Shkencave të Natyrës, riorganizim dhe programe për tregun e punës.
Bënde nami në Nikël, autori i disa grabitjeve arrestohet skifteri egjiptian, kamerat e sigurisë e kapën teksa i riu me 2 identitete plagos me thik Xhaxham, Pasherit dhe Aratiset. Rebelimi antikomunist dokumentari kushtuar ngjarjeve të vitit 73 në burgun e të burgosurve politik në Spaç. Theu arresti në shtëpi akt të gjykatës për drogë, 35 vjeçari kapet përsëri me kokainë dhe rikthehet në qeli. Agron Haxhimali shpall kandidaturën, jam gati të shërbej Tiranës. Zbulua skema e tjetërsimit të pronave në Durrës, zbardhen përgjimet e SPAK në grupin e Rumit për eliminimet, o vlla duhen 10 viktima brenda vitit. Shpërthimi i makinës me drejtor në Sarandë, flasim fqinjët, ishte i fortë, u trembëm shumë. Stadiumi i Vorës drejt transformimit, pulimet ecin me ritme të shpejta. Rama o shëhet 309 mundësi punësimi për të rinjtë. Gjendet pa shenja jete 50 vjeçarin Kurbin, ja dyshimet e para, Frederin kabe me drogu e shpërndani në zonat të ndryshme të kryeqytetit. Makina e vjetër në Gjermani zbulohet në Korçë, në procedim 26 vjeçari dyshuar sekuestrohet edhe mjeti. Hap historik, Tare, reagon pas nismës së UNESCO-s koha për një muze virtual të trashëgimisë kulturore të vjedhur edhe në Shqipëri. Kape duke kujdesur për bimët narkotike që kishte kultivuar, pra nga 51 vjeçarit në Mirdit. Krimi i rënd në familjen në Fier, djali plagos baban, policia arreston 44 vjeçar. Në dy kushërin bojnë për spital 52 vjeçarin Pasherit, policia i arreston. Trafiku i mbetjeve të rrezikshme, lidhjet jo rastësore me Selmana Bulës dhe Gjovana Sokolajt. Radhë gjata në Qavthan, fluksi i lartë mjetësh drejt Maqedonisë së Veriut. Konflikti mes adoleshentëve në Kamës, gjykata lë në burg të miturit. Automjeti u gjeti djegur në Tapiz. Policia dyshojmë se u përdor nga autorët që qëlluan. Po kalon dhe via dhe bardha, por u rruzuan tokë, pa ndjenja humbjetën 60 vjeçarin në Korçë. Franca e kërkonte për trafik droge, shqiptari dënuar prangose sapo zbret në aeroport nga avioni i linjës Tiranë-Peskar. Zjarri shkëmbën banesën në Pilur, mbetën në qelë të hapur familja. U aksidentua brëmjen e djeshme në nisetimin ndaj 17 vjeçarit në Shkodër, një vëllai transportohet drejt spitalit të traumës. Rama nis ditën me kafshët e parkut Shebeniku, thesari çmuar i zonave tona të mbrojtura. Shkodër, 30 vjeçari, paraqitet në spital me plagë në armëzjarr, ja për çfarë dyshohet. Mbi 6.000 vizitor dhe biolog të huaj në Muzeun Natyror Divjakës, Hila duhet një hapësirë më e madhe. Jo me zhvillimin nga politika. Po së jepet me qëra, po do të del në shitje Rama dhe Bardi luftë me foto ironizuese. Gara për Bashkinë e Tiranës, Haxhimali, qyteti ka nevojë për një model të ri menaxhimi. Kemi kohë që po punojmë për një program. Qori, jam gati për qeverisur Tiranën si kryebashkiak nëse qytetarët më votojnë. Retro Albania Rama, Tirana muzej hapur, i pasionit për automobilizimin. Shtohet edhe një tjetër kandidat në zgjedhjet e pjesme, avokat i njohur kryetar bashkie, Tirana vizioni. Bashkia nuk është në shërbim qytetarëve. Haçkaj nis fushatën, ata janë vrasës. Gati kandidatët Hasimi Abinaj, Haçkaj dhe Haxhimali kërkojnë mbështetjen e PD-s për Tiranë. Dita botërore e mësuesve. Zhupa kjo ditë i gjen në një realitet të vështirë. Dita botërore e mësuesit ku mbarë
mbajnë peshën e rëndë të përgjegjësisë së edukimit të brezave. Lirohet pika e bllokimit të mjeteve të konfiskuara në Vlorë Koçiu, plan e zhvillimit nga pushteti vendor. Kandidatët për Bashkinë e Tiranës, Manastiri Liu në Flasin, janë thirrur në detyrë për një mision historik. Gerta Manastiri Liu rrëfen rrugtimin personal në podcastin Flasim nga korridoret e operës të sfidat për Bashkinë e Tiranës. Në 9 nëntor, qytetarët do të votojnë Rama, kush diskuton dekretin e Begajt, nuk ka dijenim mbi kushtetutë. Ministria Djella me 6 gishta, Rama, një histori suksesi, ka bërë më shumë për imazhin e Shqipërisë në botë. Në sezonin 5 i podcastit Flasim, Rama, mandati 4 ka nisur dhe do të bitiset për hapësirat publike. Fedlela propozon Fados Lubonjën për kandidat PD-s në garën për Bashkinë e Tiranës. Ti thuash një deputet të opozitës kandido në Tiranë, njësoj sikur ta vrasësh, Ardan Fuga nuk kanë këllçe të mbledhin elektorat. Florian Bila shpall kandidaturën për kryetar në Bashkinë të Tiranës. Florian Haçkaj, jam gati për sfidën e kryeqytetit. Erman Hasimja njofton publikisht në Berishën, jam kandidat për Tiranën, më mbështesni. Rama rikthem Flasim, Manastiri Liu çel sezonin e ri, ti do jesh kryetari e Bashkisë së Tiranës. Dekreti për zgjedhjet në 6 bashki, Hoxha shkelje e shtetit të së drejtës dhe veprimi i pamatur i presidentit. Kandidat për Tiranën, Lapaj do pres deri në momentin e fundit. 5 emra për bashkinë. Kryesia e PD-s në Vlorë publikon listën e kandidatëve. Agenda udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor do takohen Durrës për samitin e iniciativës së Bërdobriunit. Sula PD po bojkoton zgjedhjet, dikur ishte plot me resurse, sot nuk gjen kandidat. Përheqja e nxënësve në Kamës Xhixho, dështim total i sigurisë në shkolla, qeveria smbron asjetën e të rinjve. Tabelat Balluku, sistemi i ri për hyrje dalit në zonat Schengen, njasi funksionon. Betejë 9 nëntorit, Berisha PD do të mbështes kandidat pavarur në Tiranë dhe bashkitë e tjera. PD hap letrat të hetohen 2 tendera fiktive me vlerë 7.5 milion euro. Bojkoti është provuar se ka efekt shkatrimtar tek opozita. Berisha, ne duhet të shfrytëzojmë çdo hapësirë në betejën në luftën kundër regjimit. Margareta Kederlef në konferencën e PD-s analizoni proceset, fuqizoni gratë dhe të rinj në vendimmarrje. Në tokat e djegura ska leje ndërtimi për 30 vite. Rama dëm shpërblim për domet nga zjarri, sigurimi i banesave, bizneseve me ligj nga fatkeqësitë natyrore. Gjendja e Shqipërisë është dramatike. Berisha në konferencën e PD-s, ato që paguajnë çmimin e më të shtrenjtë janë gratë dhe vajzat. Afatet e zgjedhjeve pezull dështon mbledhja e komisionit rregullator. Strukturat do vendosen në një komandë vetme. Koçiu krijojmë qendrën kombëtare të trajnimit të zjarfikësve, nisin fushata ndërgjegjësimi. Do të dëmshpërblehen qindark për qindark. Rama dhe gjithë ata që kanë humbur banesat dhe bagti duhet të jenë të qetë. Kapitali njerëzor për inovacion dhe inovacioni të rëndësishme, vengu programi i ri për mbrojtjen civile do të fokusohet në 3 shtylla kryesore. Po do mbledh kryesin vendime për zgjedhjet e pjesme dhe kandidatët në 6 bashki përfshirë Tiranë. Është zhvillimet nga rajoni. Detaje nga atentati me 2 viktima në Greqi, 55 vjeçari shqiptar punonte kujdestar në kamping, u qellua në shtëpi. Ekzekutohen 2 persona jashtë një lokali në Greqi, njëri prej tyre është shqiptar. Analiza Radio Europa Lir, diplomacia me kakofoni, kush flet
për Kosovën. Video nuk dihet se ku ndodhej mjekja shqiptare shfaqe në flotiljen pranë Gazës. Përleshje mes të rinjve në Greqi plagosen 2 persona, i përfshirë edhe një shqiptar. Arrestohet në Selanik ish kryetari i Bashkisë së Bukureshtit. Rumania kërkon ekstradimin e tij për korrupsion dhe pastrim parash. U kapën duke trafikuar mbi 140 armë. Arrestohen në Greqi 13 shtetas turq. Tragjedia e trenave në Greqi, raskapitur nga lodhja dhe dhimbja pa në Ruçin, nuk e le grevën dhe nëse vdes, dua të di të vërtetën për djalin. Zjarin diskotekën e Koçanit miratohet këtë akuza për 34 persona dhe 3 kompani. Osmani thirrjet e Vučić për luftë jehon e rrezikshme kapitujve më të errët të historisë. Sërish marshohet në Koçan, kërkohet drejtësi për tragjedinë në Pulse. Greqia tregon muskujt tanke, helikopter dhe anije në një skenar lufte. Ursula von der Leyen viziton Kosovën në datën 15 tetor. Vučić pretendon se të gjithë po përgatiten për luftë. Osmani takon admiralin e NATO-s. Kosova përballet me kërcënime të vazhdueshme nga Serbia. Statovci, gjykata e Hagës duhet të ndajë drejtësi, jo të ndikohet nga shtetet. Në grevë prej 19 ditësh për zhvarrosjen e dëbirit, Pano Ruçi përfundon në spital mjekët thirrje qeverisë greke të plotësohen kërkesat e tij. Milionat e humbura nga kontratat kolektive komunat kërkojnë përgjegjësi nga qeveria. Gjykata në Shkup konfirmon akt akuzën kundër 10 personave për zjarrin tragjik në Koçan. Gjykata liron të gjithë akuzuarit për hapjen e tunelit nëntoksor në gjykatën e Podgoricës. Në SBA pa viza përfitimet e mundshme të Maqedonisë nga dialogu strategjik. Kosova rrezikon të mbetet pa buxhet për vitin 2026. Konstituimi i kuvendit ambasadori suedez në Kosovë të respektohet akt gjykimi i gjykatës kushtetuese. Rubim pyetjet e gjyqtarëve speciale ishin të anshme, Agat i shpall të pafajshëm ish krerët e UÇK-s. Incident në pikën kufitare të Jarinjës, Kosova arreston një shtetas serb pas sulmit ndaj policisë. Kosova i bashkohet koalicionit evropian kundër drogës. Urutash rikthehet në komandën e KFOR-it. U zbuloi plantacioni me 1650 fidan kanabis në Janin. KFOR vendos emrin e komandantit të ri. Fajtjet e mashtrime vlen mbi 6 milion euro. Prokuroria speciale e Kosovës nga këtë akuzë ndaj 2 personave. Akti gjykimi për nënkretarin nga lista serbe Ndepezut Berisha, vendimet e kushtetueses kanë çuar deputetët në shkelje të kushtetues. Kurdi, votimi për Emilia Merxhepi nuk mund të anulohet. Avioni bonuli emergjente në Kretë, arrestohet pasagerja e dehur. Jo me zhvillime nga bota. Hamasi gati të lirojë të gjithë pengjet e mbetur gjallë brenda një dite. Sloveni humbjet një alpinist dhe 2 të tjerë zhduken pasi u rrëmbyen nga një ortek.
Kina inauguron urën rrugore më të lartë në botë në lartësinë 2600 metra në një restorant panoramik. Hajduti i penduar që i ktheu bizhuteritë e vjetura gruas 82 vjeçe dhe i kërkoi falje. Rusia ndihmë Kinës në përgatitjet për pushtimin e Tajvanit, qasja e BE-s ndaj Rusisë Fico, konflikti në Ukrainë nuk është lufta jonë. Merec, ne supozojmë se Rusia qëndron pas shumicës së ndërhyrjeve me dronë. Trump ndëshkon shtetet demokrate, ngri 26 miliard fonde, paralajmëron shkurtime në administratë. Dështimi i sistemit si mjekët e ndaluar lëvizin nëpër Europë duke i lënë pacientët të pambrojtur. Macron emëron kabinetin e ri francez. Shtuhia e dëborës bllokon rreth 1000 alpinistë në shpatet e malit Everest. Të shtëna masive në Alabama 2 të vrarë dhe 12 plagosur. Nepal 44 të vdekur nga rreshtet e dendura të shiut dhe rrëshqitjet e dheut, raportime për të zhdukur. BE-ja nxit strategjinë e re të inteligjencës artificiale për zvogëluar varësinë teknologjike nga SBA-ja dhe Kina. Italia, Franca dhe rrjetet shqiptare, Pakti Evropian kundër drogës. Trump paralajmëron lirimin e shpejtë të pengjeve në Gaza. Lufta kundër trafikut të drogës, Hekzeth, kam çdo autorizim të nevojshëm për sulme në Karaibe. Kancelari gjerman zhvillon bisedë telefonike me Netanyahu, Merz bën thirrje për marrëveshje paqeje në Gaza. Ekipet slovene të shpëtimit gjejnë trupin e alpinistit kroat të pajet në Ortek Uneron në Alpet Juliane. Shembja e shkollës islame në Indonezi shkon në 45, numri viktimave 26 të zhdukur. Takimi ushtarak në SBA Nostradamus i gjallë lëshon një paralajmërim të frikshëm rreth ndryshimeve në rendin global. Të gjithë syt nga Egjipti, bisedimet për paqe mes Izraelit dhe Hamasit nisin të hënën. Kryeministri izraelit Netanyahu, Europa në thelb është bërë e parëndësishme. Italia i bën thirrje SBA-s të rishqyrtojë tarifën shtesë për importin e makaronave. Marbushimin në Gaza Netanyahu nuk zbatoi asnjë nga 21 pikat e planit të Trump nëse marshi i vijës kuqe mbi 250.000 protestues në Amsterdam marshojnë kundër genocidit në Gaza. Mund të kenë pasojë të gjera për rajonin. Rusia dënon sulmin amerikan ndaj anijes së dyshuar për drogë pranë Venezuelës. Dhe në fund lajme nga sporti. Napoli rikthehet te fitoria, triumfon me përmbysje ndaj Genoas. Sot fituam ndaj Lushnjës 18-0, drejtoria sportive e klubit Gramshi Daliu kemi bërë një skuadër shumë të mirë. Baka, lojtari më i miri i derbit, u shpall 17 vjeçari i Tiranës, i vetmi që e ndjente fanelën. Agenda superiore rezervon duelin brenda Final Four, një javën e 7, Flamurtari dhe Partizani, masi forca si dy ekipet më të dobta. Cilësia ka rënë maksimum su Lozeqi, një derbi i vakët dhe pa emocion. Derbi është për të fituar, jo për të luajtur bukur. Bano, Tirana e përgatiti shumë mirë ndeshjen. Partizani në një gjendje kritike, Çelmeta, lojtarët në derbit pa vendosur në fushë, ngjasonte me një ndeshje lagje. Humbja në derbin ndaj Tiranës Lek Bello, Partizani ka probleme, lojtarët që ka blerës janë kualitativ. Durrësi mirëpret kampionatin botëror të shahut për të rinj mbi 700 garues nga 80 vende. Stadiumi i Vorës drejt transformimit, punimet ecin me ritme të shpejta. Manchester City i mjafton goli i Haaland, qytetarët fitojnë transfert ndaj Brentford. Futboll është inteligjencë artificiale më saktë se Donnarumma, Buffoni
dhe Zofi. Një autogol jep fitoren të Udës për Batbyllisi dhe mban mes pretendentëve. Tarlan Seferi shkëlqen me 2 gola dhe asist në Turqi. Burnley pëson disfat në Premier League, Broja futet në Stoli. Sevilla bën surprizën në La Liga, shkatëron Barcelonën 4-1, katalanësit humbasin shansin për të marrë kremën. Unë do shkuam me karton të verdh për Thierry Vorës, si kujton rregulloren e gjyqtarit, jam kapiten o vlla. Në Leskovacin ton, në tokën e Shqipërisë, plisat ndezin atmosferën në Prag të Serbi-Shqipëri. Roma e pandalshme përmbys Fiorentinën dhe merr kryesimin e Serie A. Formula 1 Russell dominon Singaporin, McLaren shpallet kampion për konstruktor, tensionet Norris, Piastri prishin festën. Ndaj Vorës mjafton një gol, Ignatia merr fitoren e 4 të radhës në kampionat. Në Burg, si pafajshëm, por më ndryshoi jetën, rrëfimi i kapitenit të Lazios bëra një tatuazh që nuk ja dija kuptimin. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që më detajuara i gjeni në oranews.tv. Shkëputemi për publicitet, vim pas pak në pjesën e dytë, nisim komunikimin me ju, mos u largoni. Dhe kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju nga ky moment deri në përfundim, pra deri në fund të emisionit në orën 8:50 do të jemi së bashku për të komunikuar mbi çdo problem apo shqetësim që keni, si gjithmonë, jam okay tani. Në 068 99 00 008 068 60 54 639. Jemi në transmetim të drejt për drejt në Ora News dhe në live stream në oranews.tv. Mund të na ndiqni edhe aty për sa i përket detajeve të programeve tona, por po ashtu edhe edicionet informative të përditësuara orë pas ore me çdo lajm, ngjarje apo zhvillim kudo dhe kur do ndodh, ashtu si kundër dhe ju, nga kudo që ndodheni mund të na vizitoni aty në faqen e webit oranews.tv për zhvillimet dhe ngjarjet kryesore. Mirëmëngjes, përshëndetje, telefonata e parë për sot. Po, në flas me Klodin. Përdoroni Klodia. Oh, Klodi, për e kam unë shumë telefonin, sa shumë të udhë tje dhe nuk po të kuptoj. Mirë. Përdoroni. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Unë të kam marrë sot 10 ditë në telefon për një problem që vikate. Po. Edhe me kërkoj numër telefonin, the do të marrë vetë, po dhe tani unë s'ka marrë telefonat. Cili rasti dashur? Numri i telefonit. Cili rasti jeni them? 3 shifrat e fundit. 3 shifrat e fundit telefonit, Mikelën. Kam lënë në numër telefonit. Po, 3 shifrat e fundit, sa janë? 3 shifrat e fundit? 708. 708. 708. Po. Se ka shumë halë, nuk e gjë. Marrë të. Ma jep të plot, të lutem, 0? Të plot tani. Se gjej. Se kam shumë me 708 në fund, prandaj. Mirë. Ma të plot. 068 52 86 708 pastaj. E more? Prit pak. Po pra, shiko, mua i nderuar, di pse ka ndodhur kjo? Po. Sepse duke qenë që mua më duhet një dokument aplikimi, ju nuk keni WhatsApp te ky numër për të ma nisur. Po nuk kam WhatsApp drejt. E di pra, po si të ma nisur, ose ma nis me post pastaj dokumentin. Ku banoni ju? Ne banoni në Bashkimin Cerrik. E nga Cerriku. Po nise me post pastaj dokumenti që ka aplikuar dhe unë pyes që sot se kam asnjë problemi. Por pa të dokument nuk pyes dot. Ose thuaj dikujt pastaj të ma nis mua. Në rast se ka këto rrjete sociale. Kështu do mundon të bëj. Po, më mirë kështu. Thjesht më thuaj që jam ai që... Plot, nuk e kam, po kam me dy që kam marrë ato për këtë punë, për se ato që ke nderuar. Mirë, rrosh, faleminderit. Prandaj nuk të kam ashtu sepse mua më duhet dokumenti me foto, por kam parë që WhatsApp nuk keni aty për të ma dërguar, kështu që ose thuaj li dikujt tjetër. Mirë, mos u shqetëso fare. Mirë, shëndet, mirë pafshim. Përshëndet shumë, faleminderit. Edhe ju, faleminderit shumë. Presim tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Fal pak, më flasën nga Greqia. Po.
Desha të flas pak për burrin tim se ka mbush pensionin me 19 orë. Po. Është siguruar vite ka në Greqi, janë siguruar ka dhe siguracione. Atje në Shqipëri mungoj nga 3 vite, 2 vite si 3 vite punë me i paguj na, me plesu 15 vite. Po. Me pensionin në Greqi, në Shqipëri si mos i bëjë pënges në Greqi se ka dhe siguracionet? Shiko, aktualisht në të dyja vendet nuk mund të marrësh dy pensione. Sepse nuk ka marrëveshje mes dy shteteve. As ka marrëveshje? Jo. Po çfarë moshe ka personi? 25 vjet, mosh me 10 në ndo. E kuptova. Shiko, në rast se ai nuk i ka minimumin e viteve të punës në Shqipëri, e pengon për të marrë pension, kështu që duhet t'i plotësoj ato vite. Po me vesh me mungu një vit? Po duhet minimumi 15 dashur, edhe 14 po të ketë nuk përfiton. Po, mos e bëj probleme pensionit në Greqi. Sa del në Greqi, çfarë moshe? E këshim gajnë që një të këshim po 78, ka qenë 77. Po mirë, po shiko, po sa i s'mund të rrezikoj për 2 vite, 3 vite që të mos e marrë pensionin, kupton, sepse pas 3 vitesh nuk dihet çfarë ndodh. Ndoshta është mirë të ndonjë, po si nuk e dim si mund të shkoj pas 3 vitesh kjo situatë, më kupton? Jo, ai si një të moshën, këtu në Greqi ka 3 vite me. E kuptova, po pra, ju thoni që tani ti paguaj apo jo, po ti paguaj një vit, aty vit se ka mungesë, nuk i ka këtë vite. E kuptova, nuk ja u them dot se nuk e di çfarë do ndodh pas 3 vitesh, më kupton? Po. Kështu që është në vendimin tuaj për Falenderoj shumë këtë. Asgjë, të lutem. Faleminderit juve për telefonatën, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Bëhet si të çik me Klodin. Po Klodi jam urdhoni. Nga unë bërë një kërkesë për të parë këtë punë në pensionin dhe Italinë. Po? Nuk e di, ka marrë për një jetë të s'ka. Për ke bërë kërkesë dhe njëherë të lutem. Më takon marrë pension në Itali. Por nuk kemi asnjë lloj njoftimi deri tash, nuk kemi futur të shoh letra me deri tash asnjë lloj njoftimi. Po, e mbaj mend që the ka kaluar shumë, është në proces ajo nderuar. Është në proces, nuk ka problem dosja dhe ideja është që pensioni do ta një sekond. Po, dhe drejta për ta përfituar pensionin është nga momenti që personi ka bërë aplikimin. Po, e kuptoj. Shikoj, duke qenë se është një, po themi, procedurë e re, s'ka pse të ketë vonesa, patjetër, por thash, duke qenë se është procedurë e re, ndoshta mund të jetë edhe kjo e mungesës plot qoftë edhe të informacionit, por gjithsesi rëndësishme është që pensionin do e merrni nga momenti i plotësimit të moshës, më kupton? Besoj çështje ditësh në mos gaboj. Nuk kam problem me fjalë. Jo, po nuk ka, e kemi konfirmuar ne që s'ka probleme dosja. Po. Në rregull. Më kupton? Faleminderit e juve. Faleminderit javë të mbar. Faleminderit shumë. Presim tjetër, telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Po, të uroj mia të Klodi. Shumë faleminderit edhe juve. Dëja. Jem një fshatara, katunaqe të ushti për i tezët, ka marrë para disa diq. Po. Për problemin një ujë që të pishëm, që është prej të bujti këtu e nuk vjen, kush më madjes ujtin, kam qenë e ne, ka u këtyrë janë e, ka dalja të inxinjerët, edhe a thot e kam unë. Shkojnë hen tjetër, una, a i nëzirë telefonin nga gjepi, e dit jashtë, edhe nuk krehet mo. Shkojnë hen tjetër, dit inxinjer tjetër, edhe e pashtu thot, që me telefonin nga gjepi, ma merë menje që nuk fëllë kush më ta, vetëm më kry bëjje mumë, nëzirë telefon nga gjepi, e ka dit jashtë të sfek mo. Kam qenë ke policia, kam qenë ke detyrirë në sa mama, kam qenë në asirë, nuk ka kry kush për gjigje, për një ujtë pishëm, jem haqi gjuzin nga 5 dhe madhe. E kuptova. Dhe tani të as i përgjigje s'kam të, në? Absolutisht. Kam shumë bindje këtë e, Dakor, do mendova që do të ktheni një përgjigje gjatë këtyre ditëve. Kam shumë bindje këtë, përveç tjepet nuk kam bindje. Dakor, do e vlerësoj shumë, të falenderoj madje. Falenderoj nuk ty. Okej. Mirë se do flasim. Falenderoj edhe një herë. Presim tjetër telefonues, kemi në linjë. Alo, përshëndetje.
Mirëmëngjesi. Shëndetje, Shëndetje. Në Klodin flasa. Lodja. Të marrë për një problem. Po. Kam zonjën ka 3 vjetë që ka dalë në pension. Në 23 vite e 4 muaj punë. Po. Në vitin 81 kuptohet të shkëputur nga kooperativa dhe ka punuar pasaj marqes, kur është marsuar, ka punuar në kooperativë në ndërmarrje bujqësore deri në vitin 2000. Nga vitin 2000 mbrapa punojnë në punë, në rroba gjepsie, në gjëra të tilla. Edhe ka dhënë pension ka 3 vjet në 23 vite e 4 muaj. Tash nga këto vitet e ndërprera nga 81 mbrapa që ka punuar u dogjën dokumenta në bë llokaturën këtu në Dorë. Nuk u gjetën ato, nuk u mora me atë punë. Përfitoi nga i vendimi i qeverisë apo jo? Shiko, nga vendimi i qeverisë përfitohet për moshat nga 18 dhe lart. Më kupton? Po. Pra nëse dikush ka humbur këto vite në një shkëputje bujqësore, nga 18 dhe lart i llogaritën, nëse nga 18 deri në Nëse ka punuar nga 14 deri në 18 jo. Nga 18 për shembull po flas unë 5 vjet apo 6 vjet. A merren këto do bëhen të bëj një kërkesë? Po do bësh në Jelbenia patjetër. Shumë faleminderit. Asgjë, të lutem. Faleminderit ju për telefonatën. Do shkojmë me tjetër telefonues. Mirëmëngjesi. Alo? Lodi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Mbi sësime i ka vdekur babai në korona në vitin 2020. Mbetër në atë kohë ka qenë 16 vjeç. A e përfiton pensionin që ditën që ka vdekur babai? Jo, nga dita kur ka aplikuar për ta përfituar e merr. Më kupton? Pra është një drejt që merret nga momenti kur dikush, në rastin konkret vajza, e kërkon këtë pension. Më kupton? Po nuk e di si në që përfiton të vajza pensionet. E di, po jo, është një drejt që kërkohet. Më kupton, nuk merret që, ka kaluar ndoshta në disa vite dhe sot e përfiton sepse ka aplikuar, por kjo nuk do të thotë që e merr. Fatkeqësisht nuk e përfiton nga momenti kur ka humbur jetën personi. Nuk e përfiton që Jo, ndërua, më vjen keq. Është si puna e pensionit që është si puna e pensionit vetë personit kur je në moshë pensioni, është një drejt që të lind pasi të aplikosh, por kur kalon viti. Këtu e ka një lloj tolerime. Për shembull, nëse ti aplikon kur kalon një vit për pension, pra je 62 vjeçë, po themi, dhe aplikon 63, pra kalon viti, nuk e merr këtë vit që ka kaluar. Nuk e merr. Është një drejt që përfitohet duke kërkuar. Po, ne në fakt kemi aplikuar që në janar, po vajza shkollën e ka filluar në tetor. Dokumentin e shkollës që vajza është në shkollë e kemi çu. Tash aplikimin e kemi bërë në janar. Ajo nuk e përfiton nga tetori që kemi çu aplikimin e shkollës? Është për tjetër kjo për bursë? Apo për këtë po thua akoma? Jo për bursë, vajza është në shkollë, studente. Për pensionin pra po më thua prap. Po, për pensionin e babës vet. E ka marrë? E ka marrë tani? Po nuk e më ka marrë nga tetori, e ka marrë nga qershori. Sepse një herë ato nuk i kishin marrë si nga qershori, nga e vdekjes së babait. Pra nga qershori, aplikimi është bërë në tetorin e kaluar dhe e ka marrë nga qershori këtij viti. Jo, aplikimi është bërë në janar. Okej. Po shkolla ka filluar në tetor. Tash dokumentin e shkollës nuk e marrin parasysh apo vetëm aplikimin më Është viti akademik ajo tash, nuk merret parasysh ashtu. Funksionon ndryshe në momentin kur merret përgjigje. Merret që nga viti akademik që po fillon shkolla? Jo, nderuar. Do doja thosha po këtu po. Na? Do doja të thosha po, them por jo. S'ka gjë, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Gjithë mirat. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mëngjes, shoku. Urdhëro. Që kisha një pyetje. Unë do të kisha 3 vjet në pension në shtator. Po një vit e shtyra djetë e puna. Dhe duhet i bëj si vjet në shtator. Si është jo shtesa e sa përqitesh kur përfitit se kam qenë punë shteti. Të dëgjoj goxha ndërprerje, edhe një herë lutem. Do të kisha dal vjet në shtator. Qenë në marrëdhënie pune dhe mas pensionit kam punuar edhe një vit tjetër. Po, ke punuar edhe një vit tjetër pas pensionit. Mas mos pensionit rregullisht punë.
Edhe si vjet, si ti nuk e përmande një vit, ishte të drejtë më shtysh, e si vjet, dalë. Po? Nuk e di se sa që më shtohet në një vit që kam punuar mas moshës time. Ti ke punuar pas moshës, pensionin e ke marrë gjatë kohës që edhe ke punuar apo e ke lënë? Urdhë? Nuk kam marrë pension. Nuk e ke marrë pensionin. Sa vite ke përveç këtyre pas pensionit? Një vit. Jo. Mas moshës pensionit. Jo. Sa vite punë ke? Deri në moshë pensionit. Lëri këto që ke bërë. Njënja plus minus 30. Okej. Do të llogariten si vite normale ndëruar. Urdhë? Nuk e di se sa... Të dëgjoj tmerrësisht, të dëgjoj shumë keq, nuk e di pse tani, ose ke me problem telefon. Edhe unë të dëgjoj shumë pak. Okej, na merrni një moment tjetër atëherë. Faleminderit. Ja tani, po tani më dëgjon? Okej, tani më ndryshe. Pra, do të llogariten ato vite, ke 30, ke punuar, nuk e di se sa kohë pas pensionit, do llogariten plus ato vite pas pensionit. Nuk ka ndonjë mënyrë tjetër llogaritje, nëse do të kishe më shumë vite nga sa ke, deri në momentin e moshës pensionit, to vite pas pensionit llogariten me një shtesë për 6% në vit, 0.5% çdo muaj. Shumë faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën. Presim tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Larguar. Presim tjetër në 068 99 00008 068 60 54 639. Po përpara se shkojmë te telefonata gjatë fundjavës, kam marrë goxha mesazhe për sa i përket që njerëzit e quajnë ofertë. Okej, shikoni, po ta kemi, po flasim për fondin e pensioneve në Sigal. Në rast se kemi marrim në konsiderat faktin e mënyrës së përfitimit, ofertë është ajo, ndërkohë la të çojmë dhe numrin regjie, ju lutem. Ajo është një ofertë shumë e mirë, sepse njerëzit në fakt duhet ta dinë që ka shumë mënyra për të marrë pension në moshë pensioni. Kjo vlen si për burrat dhe për gratë, pra për të mos qenë të varur në atë kontributin që ju keni derdhur ndër vite dhe pastaj me të drejtë ankoni që pensioni është pak, por sigurisht i tillë do të jetë me ato vite pune dhe mënyrë pagese që ka pasur dikur. Po flasim për themi brezin e 2 dhe të 3 sot. Kështu që ka një mënyrë shumë të mirë, madje me goxha përfitime. Ne ja u kemi sqaruar, megjithatë për detaje ju e keni numrin poshtë ekrani 069 64 34 114 që do t'ju bëj një sqarim. Vetëm dëgjojeni, ka një parim shumë të mirë për raste të tilla të cilat vërtet ju interesojnë. Çfarë do lloj moshe? 20 vjeçare, 30, 40, 50, 60, nuk ka rëndësi se çfarë moshe ke për të kontribuar sot dhe për të përfituar të nesërme shumë të afërt. Kështu që dhe cili është parimi? Dëgjojeni një herë se për çfarë bëhet fjalë dhe askush nuk është i detyruar për ta pranuar si ofertë. Sepse po marrim një shembull shumë të thjeshtë. Nëse jeni në moshë pensioni, po flas edhe për pensionistët, por edhe ata të cilët nuk janë moshë pensioni, të cilët e kanë ndoshta edhe më thjesht për kontribuar, qoftë edhe një shumë minimale prej 50 euro apo 100 euro në muaj, të cilën ju patjetër që e keni. Dhe thënë kjo, nëse jeni moshë pensioni dhe fëmijët japin çdo muaj nga 100 euro ose 150 euro, patjetër që bëjnë diçka të tillë dhe do ta bëjnë këtë gjë derisa ju të keni jetë. Pse mos e hedhin këtë pagesë në një llogari bankare dhe juve ju alokohet si lloj fondi, po themi, ose pensioni 100% çdo muaj plus shtesat. Pra, në rast se një depozitim prej 10.000 eurosh, po themi, të cilën ju ndër vite do ta shpenzoni, por aq do t'u jepni prapë prindërve. Do të zili 10.000 euro nga xhepi, 10.000 euro do jepni prapë. Por nëse ju depozitoni këto si pjesë e fondit privat në Sigal, kjo 10.000 euro do të bëhet disa herë më shumë. Dhe babai, nëna apo kushdo tjetër që ju ja dërgoni, qoftë nga jashtë shtetit, do të marrë më shumë nga sa 10.000 euro. Tjetra pastaj, në rast se ju depozitoni 50.000 euro, kjo shumë mbetet e paprekur. Personi vazhdon merr çdo muaj shumën e përcaktuar sipas rregullores dhe në fund pastaj, pasi ti e ke marrë për një periudhë, po themi 5 vjeçare, 10 vjeçare,
sa të duash ti, thua që unë nuk jam interesuar më, këtë 50.000 euro që ke kontribuar aty e merr prapë. Ku e gjen këtë gjë? Pra ti e ke aty në llogari, paguash dhe e përfiton sërish mbrapsht të gjithë shumën e kërkuar. Mund ta tërheqësh në çdo kohë, çfarëdo lloj shume tjetër, nuk ka penalitete, interes rreth 4.6%, kështu që përfitimet e tjera janë një mal, prandaj me drejt thon telefonuesit ofertë. Telefononi ai numri aty poshtë dhe do të keni akoma më shumë oferta në rast se do t'i thoni Arditit e ka emrin djali që ju pret në telefonata, që mesazhin e kemi dëgjuar nga Klodi, nga emisioni Ora Juaj, nga Ora News, nga të doni ju. Kështu që mendoni qoftë edhe sot për sot, por edhe sot për nesër. Është një ofertë shumë e mirë. Po rash edhe unë tani në këtë termin ofertë, por e tillë është, më besoni, dhe ligji është bërë 100% në favor të qytetarit. Nuk humbisni asgjë, përkundra, është vetëm në përfitimin tuaj. Bukur, në 7:50 jemi, ju presim 068 60 54 639 068 99 00008. Alo, përshëndetje, jemi mëngjesi. Alo, përshëndetje, mëngjesi dashur. Me Klodin jem të fol. Klodi jam. Kam një kërkesë. Më thuaj. Kur dritët më thon drejt se Tirana mron ka qenë errësin. Pse? Jemi smun me gjitha ankesë, doja të ndajmë me rafik. Cila lagje ka qenë? Të komplet Tirana, unë jam rruga 5 Maj, rruga Dervish Luxha. A duhet të përcjell këtë kërkesë keshit, pra ne duhet të marrëzish këtë problem. Që më sëri unë jem korrekt me keshin, i paguj dritën 97.000 lekë, në qënë paguj 130.000 lekë drita. Patjetër. Okej. Falenderoj shumë që na the. Jo, jem shumë i fjalë. A dishpëruar me këtë punë. Me të drejtë. Urojmë që mos përsëritet më. Faleminderit e dashur. Jo, duhet më pëlqes të kërkesë. Nuk është hera para. E përcollëm. Okej. Faleminderit shumë. Këtë kam besim. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve. Presim tjetër, telefonues, mirëmëngjesi. Alo? Urdo. Urdhroni. Jam nga Malësia Modhe, deshta me sharua dhe qa për një pension. Po. Më thuaj. Kam punua 32 vjetë në kooperativë bujqësore. Marr një pension qesh arak 116.000 lekë. Po. Kur shqeqoj aty më dalin për vetëm për 24 vjetë. Po. Që i bohet? Çfarë si bëhet? Çfarë mendoni ju që është bërë? Për gabim është llogaritur gabim. Nuk e di, kam shkuar disa herë në sigurime shoqërore, po se çfarë të kam thënë? Jo, djeg, jo. Mirë, aplikoni në Albania për të përfituar nga ligji i ri. Se ndoshta mund të përfitosh nga ligji i ri, them, duke aplikuar në Albania. Po më obliguar në Albania, Po. Patjetër, s'ka mënyrë tjetër, nderuar. Mirë. Faleminderit shumë për telefonatën. Sot kalojmë një hapësirë publicitare, fillimisht do të flasim për Prostatol, medikamentin, kështu po e quajmë, okay, edhe pse është një kompleks bimor, por medikament po e quajmë për gjithë ata të cilët kanë probleme me prostatën dhe që fatkeqësisht nuk janë pak në vendin tonë, ashtu si edhe në vende të tjera të Europës dhe më gjerë. Kjo nga statistikat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kështu që luftojeni këtë problem duke përdorur Prostatol rregullisht, efektet e të cilës do të jenë prezente që në javët e para ose ditët e para të përdorimit rregullisht të Prostatol. Është një medikament që nuk ka asnjë lloj efekti ansor për vetë përbërjen e tij 100% bimore dhe shëndetje. Alo, mëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Një pyetje desh. Patjetër. Ato subvencionet e bujqësisë për naftën. Nuk do shpërndan, po kemi deri në prill që paguajnë komisionin që banka gjunaf. E di s'ke faj. Problemi është. Po, nga prilli, i thonë, po vjen në ndori, i hiku të tori. Po i bie një Ne akoma paguajnë 3.000 lekë ashtu komision gjunaf. 3.000 lekë, pse ka shumë? Po aq më drejt zban nga që është komisioni, 3.000 lekë në maj. 1.200 dhe unë apo jo? Jo, mërë Klod, që 1.200 paguajnë, ku bëjmë dokumente, paguajnë 24.000 lekë, paguajnë që i lejmë aty për komision, ndesa të shpërndajnë. Disa javë,
disa javë, 2 muaj që ne nuk është se jemi interesuar, sepse na thanë që do shpërndaj shpejt, por gjithsesi besoj nga kjo javë do t'ja japim një lloj sqarimi, dakor? Po të kësherat se kemi pyetur një si gjuna na ikën lekët e komisionit. Gjithmonë në vazhdimsi kemi pyetur, patjetër. I thon 30.000 lekë komision, dhe sa paguajmë ne për 10 muaj. Po pra. E sakt. Rrofsh. Faleminderit ju dashur. Për telefonatën, gjithë të mirat. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Urdo? Presim pak momente. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Klodi flasim? Po. Të lutem kam një shqetësim nga Bugadesimi. Më thuaj. Kemi lumi këtu në rrugët të qytetit, në dalë qytetit. Është mbusur plot dhe kanë gati 2 vjet që nuk pastrohet. Jemi rrezik në banja, aksidenti gjithë. Lutem i kresoni. Po pse nuk pastrohet? Çfarë problemi ka apo? E kanë lënë kështu pas dorë. Thonë në karta që pastrohet, po kështu nuk vini. Po pra. Ku ndodhet në cilën zonë? Në Pogradez, në rrugë qytetin nga Kosha, në dalje nga Tirana. Lumi Vërdovës, si thonë. E di, e kam parasysh, sa do e thoja. Është bërë shumë problem. Kemi një ura aty poshtë në rruga, në një kthesë aty është mbushur fare ura. Me zalla bjeta një si një mase sot, jemi të gjithë mbytur. Ju lutem, i kemi vajtë në bashki. Po e mbaj shënimin nderuar. Pa më radhë. Kemi vajtë në bashki, jemi interesuar, do vinë sa e që ato barishat. E kuptova. Okej. Do ta shohim patjetër. Faleminderit juve. Faleminderit. Për telefonatën gjithë të mirat. Shkojmë me Urdo. Okej, ne kuptova. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Urdhroni. Dua të më sqarosh diçka për një problemin tim që kam. Po? Kam oborin personal. 250 metra i kam me certifikat, kam edhe një 120 metra nuk i kam futur në certifikat, po kam aplikuar para 4 vitesh. Po, për këtë 120 metër? Po, edhe nuk më kanë kthyer përgjigje. E keni dokumentin? Kam paguar këtë faturën 180.000 lekë para 4 vitesh. Dokumentin e aplikimit e keni? Patjetër. Na e nisni atë në mënyrë që ne të pyesim. Në cilën kadastër bëhet fjalë? Në Tiranë. Më nis dokumentin e aplikimit të nderuar dhe të pyes. Mirë, nderuar, faleminderit. Edhe juve, faleminderit shumë për telefonatën. Jemi në pjesën e tretë, në 8:06 minuta si gjithmonë, drejt për drejt. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Klodi. Mirëmëngjes. Po, Klodia. Mirëmëngjes. Jam nga Fieri Mira. Kemi një problem këtu, e kam biseduar dhe me juve. Më kam marrë një 2-3 herë, por asnjë gjë nuk në qytetin e Fierit, nga që tu janë nëse e di deri tek Shinat për rrugës vjetër në Vlorë. Po. Është beter, sepse nuk kemi trotuar, plus që mbushet me ujëra e me gjëra, po aty parkohen makinat dhe ne detyrohemi të dalim në rrugë, njësh me makinat. Është shumë problem, kemi kaq kohë biri nënës që themi dhe asnjë gjë nuk bëhet. Ju lutem nëse na ndihmoni dot. Po çfarë nuk funksionon aty sipas jush? Aty nuk funksionojnë sepse makinat futen aty si parkim në pjesën e trotuarit. Edhe ai pak trotuar i prishur sado që është, nuk na lën makinat o birë. Kalojmë me fëmijë të vegjël, kalojmë me plakat, kalojmë fëmijë që ikin në për shkollë. Detyrohemi që të kalojmë njësh me makinën. Është ajo pak vije, bardh në rrugën që mund të kalojnë bicikletat, ne mundohemi të kalojmë atje. Është shumë vështirësi o birë. Rrezikohemi për ditë o birë i nënës. Me fëmijët, me nënat me karroca, me bebat vegjël që i çojnë për kopës, fëmijët që ikin në për shkollë, e në pleqeria që lëvizin sado pak për të marrë diçka ose për të marrë ilaçet. Është shumë problem o birë i nënës. Nëse mundet të na ndihmoni është shumë. Ka mundësi zgjidhje aty, pra mund të bëhet apo është diçka që është vendosur ashtu dhe nuk rregullohet më? Ka mundësi zgjidhje, mund të bëhet? Ajo ka mundësi o biri nënës, se po të rregullohet trotuari,
të ngjitet pak më lart nga rruga, ajo pjesë e trotuarit është në çme, atë që makina kalon lirshëm. Nuk duam dhe të rregullohet të paktën, por atë bordurën kryesore si pengesë të paktën i vjetër trotuari, i prishur të kalojmë aty të sigurt të birë. Nëse mundeni të na ndihmoni për këtë. E dashur, dëgjoj pak, ne mundemi për gjithçka në kuptimin e përcjelljes problemit. Ideja është sa reagim ka për çështje të tilla, që bëhet fjalë për trotuaret dhe për rrugë, se për sa na takon neve, ne s'na pengon asgjë. Jo, ti se kemi të pamundur, pse duhet ta kemi të pamundur, duke marrë telefon aty dhe thënë që shikoj është ky problemi. Ne patjetër që e bëjmë këtë gjë. Ideja është sa reagim ka, për të mundur ne mundemi që të shkemi të. Ke të drejtë, ke shumë të drejtë, por ne jemi ankuar, kemi thënë ka 4-5 vite. Është e njëjta histori o Virin. Të kuptoj dashur, do ta përcjellim me shumë seriozitet. Faleminderit shumë për telefonatën. Rof të bëv zot. Ditë të mbarë dhe juve. Shkojmë tjetër, telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Doni? Nuk kam marrë një tjetër. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem, nëse mundeni. Unë kam punë fare. Okej, super. Kam marrë një tjetër për një problem, të një obor këtu të shtëpia. Pas hipotekës kam për një aplikim dhe duke ditur që aplikimi i parë është 17 metra. Faktikisht duke qenë se unë e marr nëpërmjet një ligjimi të fëmijëve të vllajtim në një udhërimi. Detyrimisht një pjesë ngel, sepse unë nuk i kam marrë gjitha firma dhe një pjesë e kam dhënë të lirë, në qëllim që ata që s'm kanë filmosur kanë drejtën për ta marrë, pa më në emër të në sinjalit. Hipoteka e tjetër son dhe kërkon të javi dikujt një boks tjeri, është një dha, një duke bërë presione me dëbirin e para, e dyta, duke vendosur në pjesën e abortit që është akoma pa u marrë. Ajo që është letërsuar, është pa u marrë akoma. Në një të kamera, që të shosh një burë 72 vjeç punoi ti për dallë shtëpisë vet, edhe me kamera në oborrin tim. Atë të mundësiri në format e tilla. Ka drejt ky sepse ky hiqet si boks tjetër, se ka bërë shumë gjëra tjera, nuk duhet i përmendash dhe përmend organet kompetente. Ato të tjerat, të treguar forcën mund të plejë në shtëpi. Në 72 vjeç, është më i vogël ky gangsteri. Edhe gangsteri, tash gangster do të them sepse ka bërë gjëra tjera, po ta them edhe një herë, do i dalin gjithë aty ato. Domethënë ka lek, ka 5 lek, i ka derur në katastër. Ka dasën e lushnës, ka dhe një shmiru, nuk e më hoj, po ja një pjesë ja i ka paguar ky. Edhe unë qësërojmë në përmjet këtyre forcave, nuk duhet hap gojen, në tjetë të shosh një copë borja të që gjunaf nga zoti, ta bësh në 2 jetë, tash të vërita më me këte, unë darë për përnohë vërri hanë në shpis, që turp kush e merë vesh, se i ka bërë këto e një vëlligje ky gangsteri. Tash të unë kam vetëm, nuk kam marrë një herë, unë më abe një herë, që ose është mundësia. Po të ndërgoni gazetarë me paguaj, i të shohë realitetin tu. Jo, se ndryshe, unë një bidon benzin du të përdorë, edhe mje bashkë me dhe gangsterit, që të pak nëse mjetë turp i vetën, po do të marrë atë me vete, sepse dhe tu ka rritër puna. Po nuk dalë do të apër shpis më në Klodi. Po shtu më Klodi, se shkjo 72 vjeç, ka drejt ky, ma thuaj, ka të drejt ky të më dheri kamera për të më sugjeruar. I kam telefon gjitha ato, edhe sharet nga poshtë, i share ku ta di unë, sa gjera tjera. Ardhja jonë aty është gjëja më e lehtë, që mund të bëjë, jo s'ka lidhje fare me këtë gjë, se nuk funksionojmë kështu, s'ka nevojë. Ardhja jonë aty është zgjidhja më e lehtë për ne, dhe nuk na kushton asgjë, ja ku është. Në zona as 2 orë, nuk është 1 orë e pak. Ideja është çfarë ndodh pasi largohemi ne. Më kupton? Do të vrasëm të shërgën. Po jo tani të lutem, dashur. Dëgjoj, nuk kemi. Dëgjoj, edhe nëse të kuptoj, po të kuptoj, po dëgjoj. Të kuptoj shqetësimin, por të lutem, edhe bashkë po të jemi të dy në kafe, kështu nuk flasim dot, jo më që jemi publik dhe na ndjekin gjithë këta njerëz. Jo, mos bëhet që jam publik, unë jam një njeri. Jo, po them për mesazhin që përcjellim, se unë të dëgjova edhe herën e parë dhe nuk e ke këtë nderuar edhe një herë. Më dëgjoj pak. Të kuptoj, por me sa kemi folur bashku, nuk mendoj që ti e ke intelektin kaq shumë, ti je më lart intelektualisht, dhe unë e besoj këtë gjë. Unë jam sa jam, unë nuk ka ngel me intelektualitet. Po jo, unë besoj që të ka ngelur, prandaj po. Jo, nuk më ka ngelur fare, përderisa unë dal në rroba pune, filmoj,
Të shiko, unë s'do të flas më banale popullore, por unë për një prim jam 70 vjeçor, reklatet jemi me kamerat e këtij të shturë të shtatën jam plak. Dakor, kuptoj. Ka drejt ky. Ti pas ka drejt ky, me çfarë ligji ky vendos në kopshte në borë të përbashkëta kamera live. Tash ja jepi një shpjegim kësaj dhe unë nuk të marr në telefon. Jo, e pa ligjshme, po shiko, vendosja e kamerave rregullohet me ligj, edhe brenda oborrit tënd, jo më brenda oborrit të tjetër. Po mirë më Klodi, unë nuk të pinjë për këtë më shpirt. Unë prandaj se mund të ju toni që pranoj në intelektualitetin tim personal. Mund ka humor arbit. Po jo dakord, ma lër mua ta kem mendimin. Ose dërgoj shiko, më jep të lutem, duhet të më kaq. Unë do të ja do të nis në atë tëndën, se kam këtu të filmuar kur ma ka nisur ky, edhe pjesën që më ka sharë poshtë, tash ky ka 5 lek. Se ka i dimë e ka bukimet, se ka shpirë ndë e këte këta gjithë. Jepi numër telefoni. Timin. Po, 067 25 75 007. 00? 7. 67, Po, 25 75 007. Në rregull. Faleminderit. Faleminderit juaj, Klodi. Kibe faleminderit. Me tjetër telefonat. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes Klodi. Urdhëroni. Ju mora për dje për të në shkaroni si për të ofertën e pensionistëve, u vash numrin e telefonit. Po, cili numër jeni të reshqivat e fundis? Ja u kam dhënë. Unë jam 47... Në fund? 847. Po nuk të kanë marrë në telefon? Jo, 847. Duhet të kenë marrë. Jo, për zotin, jo. Do të marrin direkt tani, pra. O, mirë. Dakord? Dakord. Ja, një moment. Faleminderit ndërkohë. Gjithë mirët. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëro. Desha me fol me Klodin. Klodi jam, vetëm ulë zërin e televizorit, lutem. E kam ullë krejt. Urdhoni tani. Po. Ka marrë prania i mujt. Edhe të kam thënë për problemin me elektrikun. Po. Me oshenjë. Po, më thuaj. Të kam thënë që kam një llogaritë gabume. Një gjop pa justifikume. Po e kemi sqaruar ato vejtash? Me muja. Okej, po tjetër rast tjetër. Që të vinë presin dritat dhe pastaj lidhin prapë. Edhe, jo, drita ja s'me kënë prej drita. Okej, është rast tjetër. Edhe të kam thënë që lexuesi nuk po vjen me shigju sahatin. E di. Po. Mirë po, qanullit është. Shkova mora mandatin, ndalin 4.000 kW, 1.000 fatëru. Për, do më thëmë... Ma te për se lezën maci, 4.000 kW. Më shumë ka ajo fatura se sa maci. Asë që nuk përkopohet kush... Çfarë të kanë thënë në OSHE për këtë? Ishë më kanë thënë, hajde për në kërkesën, se më thëna mund të shkojnë të ju... Gjë pak, shiko si funksionon pak. Okej, mund të duket absurde dhe ndoshta e tillë është, por ka një gjë... Jo në është, kam bo kërkesën, sa me pasi dokument. Po them në përgjithësi. Ajo që ju ka ndodhur ju, prandaj thashë mund të kësi rasti i njohur, por s'ka problem. Ajo që ka ndodhur ju është njësoj siç mund të ndodhë dikujt tjetër që ne kemi trajtuar dhe kemi përcjell, është që, është vendosur kjo, 4.000 kW shtesë, po me anë të një kërkese që ju do bëni në OSHE-n e zonës aty, kjo nuk do ta paguani kurrë këtë. E kupton? Dhe paradoksi që ndron këtu që ajo mund të jetë në sistem. Po, jo më sistemi kanë zjarr. Mund të jetë në sistem dhe mund të vazhdojë të qëndrojë në sistem dhe pas kërkesës, mirë po ju s'do ta paguani asnjëherë atë. Po mirë më kush më sqaron mua se sahati lexon 30.000 po i thonë, afërsisht. 30.000 kW. Po. Desa shkojnë 34 nuk do të paguaj. I këtë atu më e kush? Po të them ta jap unë ti do thuash kush je ti. Por jo me të drejtë, po me të drejtë se unë nuk jam pjesë e OSHE-s atje që të ta them me kompetencë, por unë jam pjesë e rasteve të kaluara që i kemi trajtuar dhe kështu ka ndodhur. Më kupton? Po mirë, po. Prandaj po them. Ti më bën shumë mirë që ta
Pra, në të gjitha rastet që ne kemi trajtuar, mjafton që qytetari ka bërë një kërkesë dhe nuk e ka paguar këtë. Shumë që nuk e ka konsumuar, se 4000 kW është goxha shumë për tu paguar dhe konsumuar në një ark shkurtër kohor. Prandaj thashë kjo shumë nuk do të paguhet. Dakor? Më e kam paguar. Si? E kam paguar. Kë ke paguar? Qa ka shënjun sa e kam pagu? Ke pagu 4000 kW? Mi fatorim, po pra? Po s'ka lidhje, po nuk funksionon kështu ai ndëror. Dgjoj pak, edhe një se mos kesh kuptohemi. Pra në rast se ty në sahat lexon 30.000 dhe ti thua deri në 34.000 unë të mos paguaj. Po. Jo, s'funksionon ashtu. Thjesht ty nuk të njihet ajo 4.000-ja, nuk e paguan asnjëherë atë, por faturat mujore ti do i paguar sepse i konsumon. Më fal, atëherë ka të mbinë muaj që thonë se Urdo? Do të zbriten. Ka të mbinë që thonë se do të zbriten. Kush do të zbriten? Ajo është në sistemi nderuar, nuk të zbritet, nuk e di kush ja u ka thënë. Jo kjo që ka kalu. Kush pra? Tesh. Çka konsumoj tesh mbrapa? Po jo pra, do paguhet çka konsumon tani e mbrapa. Ajo do të zbritet në kuptimin e do shkojë sinkronizuar kur të shkojë 34.000, por ti deri kur të shkojë aq do paguar sepse ti po konsumon ndërkohë. Më kupton? Po kam paguar përpara, po të dy pagesa tip më janë. Si më përpara? Çfarë ke paguar përpara? Po kam paguar. Këtë 4.000 ke paguar? Edhe 4.000 mbrëm. Po pse e pagove 4.000 se ti tani po më thua që e pagova? Po, e kam paguar pra, jo, ti ta thonë që i fillim. Po pse ke paguar 4.000 bra? Se kam shku disa herë, se osheja e kam thonë që nuk jam më për këtë punë. Nuk jam më të hajtu i ka shumë. Ata se kënë marë parasysh, që edhe derisa li puna doli 4.000 kW mi fatorim. Mi lezim. Kjo është problem tani ndërruar. Unë nuk ose nuk e kam dëgjuar, ose nuk e kam kuptuar që e ke paguar 4.000. Më jepi numrin telefoni. Jo, se po të bëj bën që ashtu e kam paguar se i kam paguar drejt rregullisht. Jo, 4.000 unë nuk e dija që e ke paguar. Ajo është problem, pastaj nuk e di se do kthehet apo jo. Më jepi numrin. Tu ishte fjala. Kur e ke paguar? Më rama, muj për muj. Si me radhë i ndëruar tani, se s'po të kuptoj. Çdo muj që kam pagu, kam pagu, asa ka për osheja, pa më bashkësit të kesave të mije që kam thonë që... Po s'ke pagu 4.000 pra? Si sa pagu 4.000 kur i kam pagu tona. Po jo pra se... Po jo më dalë një sistem pagu me. Po i ndëruar dhe një, kur e ke marrë këtë mbi faturimi 4.000 kW? Ditën e... të më së glabosha, më së komuniku. Po çfarë pas ke paguar ti tani? Po kam pagu më tonë rresht. Po shumë mos e ke konsumuar, po s'ke pagu 4.000. O, pa heku kesh më marr rresht. Po s'ke paguar, domethënë, ti thua të ende në mora vesh, sa pagove për 4.000, sa ke paguar? Po i kam pagu tonë, ha? Po jo, 4.000 lëre të gjitha, se ti ke konsumuar ato që ke paguar çdo muaj. 4.000 është e pagu me... Sa lek pagove për 4.000? Po jo, mos kam pagu të që... Ai pra se ke paguar, pra. është një sistem të le pagu me, se di se si mi thanë, jo. Si e pagu me, ndërruar, domethënë, ti e ke marrë të enten këtë. Më falë. Unë jam përgjigj OSHE-s... Po se ke konsumuar, pra, dhe ke paguar faturat mujore. I jam përgjigj OSHE-s për 34.000 kW. Një kohë kur në sahati të regon 30.000 kW. Tesh pra, jam përgjigj unë OSHE-s. Jo, nuk është ashtu ajo. Nuk lexohet ashtu. Nuk lexohet ashtu, jo. Më jepi numrin telefoni zotri. 068. Po. 23. 74. Po. 544. Nuk funksionon ashtu sepse, domethënë, nga dita ende deri sot ti nuk ke paguar 4.000 kW, se po të kishe paguar 4.000 kW nga endja deri sot do funksiononte ashtu. I paguar më tjetër përpara. Po jo pra, po ke paguar 30.000 pra sepse ti të enden e more 34.000. Po të enten... është bërë gabim dhe do hiqet gabimi dhe do jetë prap 30.000 ajo. Po nuk është se ke paguar. Po kam paguar më. Po jo pra i nderuar. Mirë, okay, do të sqarojmë. Një gjë. Po, më thuaj. Po mund të përçajmë, dhe të marrë një ditë tjetër. Po mund të përçajmë, mbant njotën me gazetar. Po nuk ka nevojë më nderuar, do të sqarojmë ne gjatë kësaj jave, po nuk e ke paguar këtë 4.000. Po kam paguar. Po se ke paguar më nderuar, si e ke paguar? Po ishte më lexuesi. Po. Po pse ke paguar sa desh me paguar? Jo, po tani ose e ke paguar dhe s'ma tregon ose në këtë lloj mënyre se ke paguar. Po kam paguar më burr. Mirë, okay, do flasim gjatë javës patjetër, dakor?
thënë një kohë tjetër? Kur të duash? Primen? Mirë. Po tjetër, ne këtu do jemi çdo ditë, si prime. Ja, ta mund të marr një kohë jashtë programit. Kur të doni, do t'ju kontaktojmë neve, patjetër. Mirë. Faleminderit shumë. Për telefonatën shkojmë me tjetër, kemi kohë, besoj apo jo? Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje, po çka jeni? Po, Klodia. Të madhi zot. Edhe juve. Më dëgjoj. Po. Unë kam një havë vlla. Jam këtu në Durrës, në 14 në Shtulla. Po. Ma kanë arrestuar djalin të padrejtë. Pse? Kam bo një debat këtu me fjalë janë gjujt me njëri tjetrin, me fjalë gjaja, me fjalë vllajim, djali im ka shku në fund fare, ke parasysh, edhe këtë e kam pa aty që jeli fugoni policisë, se morën shoqërun, e çun atje, gjithë to që u zinë i nxorën, vetë djalin tim e majtën mena vlla. Edhe e majtën e çun këtë 313, për çfarë arsye vllajim? Çfarë arsyesh ju thani ndërkohë, se besoj ja u kanë shpjeguar. Na kanë thënë kështu që kjo një komshi këtu, ka dyqan, ka kap një shkop gome, edhe ka thënë kam gjetë shkopin e gomës. Tha dhe është i filanit për djalin tim. Mi për duke ditë djalin s'ka qenë fare, dhe se ka pranu djalin, edhe këto që janë të tum, nuk i kam pranu. S'ne ka godit mi fjallë për djalin tim, edhe asë nuk kam pas mi fjallë shkopin e gomës. Po tani është akoma në burg djalja apo jo? Po është në burg më vajnë. Kur ka dalë në gjykat jo? Ka dalë ka po një gjyq shu në mbyllur, ke parasysh edhe e kanë çuar 313. Po çfarë gjykata e lanë burg? Përdo? Gjykata e ka lënë në burg them apo s'është bërë akoma gjyqi? Gjyq shumë vjetë, as 5 minuta ajo që... Po çfarë tha gjykata? E lanë në burg, arrest në burg. Për sa kohë? Nuk s'ka më fare si gjë. Po pra, nuk është se ka dalë në atë gjyqin përfundimtar, po themi. Shikoj, nderuar, e kuptoj shqetësimin, ndoshta edhe me të drejtë, nuk e di, por që do jetë gjykata ajo që do liroj apo jo. Po? Se okay, nëse ne mund t'ju ndihmojmë, na thoni si. Më kupton? S'fëljova mirë vaj. Nëse ne mund t'ju ndihmojmë, na thoni si, por është çështje gjykate kjo, më kupton? Nuk është se... Po? Nuk është se të ndihmojmë në kuptimin për ta nxjerr. Po. Ju keni pretendimet tuaja, në rast se dhe gjykata pastaj do vendosë që ai të lirohet, ju mund të hapni një gjyq paralel për dëm psikologjik, moral, çfarë doni juve. Por pasi të flas gjykata. Po, unë mund të kontaktoj me ju përsëri për këtë hapjen e gjyqit pastaj? Sa herë të doni, ne këtu jemi. Të zotin Klodi. Edhe ty faleminderit shumë. Faleminderit. Okej, jemi në tjetër hapësirë publicitare, të flasim edhe një herë për Prostatol, për gjithë ata që lëvojnë nga problemet e prostatës, si në fazë fillestare ashtu edhe më të avancuar. Përdorni Prostatol rregullisht për të parë më një herë efektet pozitive që do sjellë në shëndetin tuaj, për prostatën në radhë të parë, ku është edhe problemi kryesor, por po ashtu edhe për problematikat e tjera të cilat vijnë pikërisht nga mos funksionimi i mirë i prostatës. Ktheni cilësinë e jetesës që e keni pasur më herët, pa pasur problemin e prostatës, mos u zgjoni disa herë gjatë natës, do t'ju vinë në ndihmë Prostatol pas një efekt ansor i certifikuar nga institucionet shëndetësore ndërkombëtare, po ashtu dhe me një përbërje 100% bimore. Nuk ndërvepron as me ilazhe të tjera, kështu që përdoreni për të shpëtuar një herë përgjithmonë nga ky problem që manifestohet dhe me problematika të tjera, publicitet. 2 minuta në 068 99 00008 068 60 54 639. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Është të pyes Floti e pensioni privat. Tek Sigali. Po? Si funksionoi? Shiko, unë do ju kërkoja një numër telefoni për t'ja u sqaruar më mirë. Arditi është djali i përgjegjës që merret atje me shpjegimin e saj, dhe është goxha me leverdite shumë përfituese. Po, më thuaj. Është një problem që mos përfundojmë si firmat piramidale, si Sudja e këta. Shiko pak i dashur, ajo ka më shumë se 20 vite që funksionon si hetill dhe ajo e firma piramidale që thoni ju dhe me të drejtë që
i friksoheni, është bërë në një kohë kur nuk ka pasur as ligj as maliq dhe as diçka tjetër, më kupton, kështu që një vend kandidat për të futur në Bashkimin Evropian nuk e besoj që unë kam po e aplikoj vet si gjë, jo se duhet thënë kështu, por po doni ja u vërtetoj dhe me dokument që kam aplikuar vet dhe s'ka asnjë lloj. Funksionon. Kjo funksionon në të gjithë botën i nderuar, botën perëndimore po themi, dhe është e detyruar si gjë, ndërkohë mund të aplikojnë apo dhe moshat ndryshme. Urdhë? Vetëm pensionistët aplikojnë. Jo, përkundrazi, edhe 20 vjeçarë, edhe 30 vjeçarë, edhe 40 vjeçarë, të gjithë pa përjashtim. Unë personalisht nuk e di për pjesën tjetër, por personalisht është me goxha leverdis, sepse shiko, në rast se dikush e ka një fond të caktuar, aq do i ngelet, por nëse ti e ke në një llogari bankare, atë thjesht në llogari do e kesh, nuk do e kesh poshtë jashtë ku ta bën portofol, po do e kesh aty dhe ajo të shtohet, dhe ku ka më mirë se të shtohet. Kush ti fal? Dakor. Për shembull se kam ma jep numrin e telefonit të nderuar dhe të sqaron Arditi. Japi numër? Po, ma jep numrin e telefonit të sqaron ata. Pranon, s'pranon, është në drejtën e qytetarit. S'më leverdis, thua s'pranon, më leverdis pranon. Po të shi numrin të jap numrin ty. Ma jep numrin tënd dhe të marrim ne ta sqarojmë. Ta lejë numrin ty? Po, 06 68 23 Po 75 Po 815. 815, ë? Po, 815. Super, falenderoj. Faleminderit, rrosh. Gjithë të mirë të dashur. Shkojmë me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi, po, kemi folur ditën e premte, flas me Italia për atë rastin me pensionit të parë. Po, do t'ju kontaktoj sot. Dakord? Po. Edhe do të çosh mesazh apo të marr prapë? Jo, do t'ju marr unë. Faleminderit. Dakord? Dakord. Faleminderit juve për telefonatën. Mirupafshim. Mirë dëgjofshim, shkojmë tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Jam i banor atje ama. Po. Dhe kam marrë gjën në janar në gusht për në parinë në shtëpisë. Mhm. Dhe të bashkisë komunës nuk nëse bëj shpjegimi. Shpjegim nga kush? Nga komuna. Mhm. Po ta thash do bësh për çfarë ke aplikimin, për çatin apo jo? Për çatin. Po do bësh aplikim tjetër, ka ikur ajo e asaj, ka mbaruar ai. Afati. Po është proces, unë shkoj. Kush të thotë është proces po? Kush thotë është në proces? Do të thotë punojësit. Punojësit? Punojësit e komunës. Ata thonë, nuk e di pse e thonë, ndoshta për të kaluar radhën, por që në dijenin tim ajo ka mbaruar si afat për lëshim leje. Do bësh tjetër në Jelbeni e nderuar. Mirë? Faleminderit. Shkojmë me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Urdhëroj tash. Jam një zonjë që kam folur para një 2-3 ditësh me ju për certifikatën e shtëpisë. Ta kam dërguar në WhatsApp, por nuk e di. 3 shifrat e fundit të lutem të numrit që ta konfirmoj. 962. 962, ë? 62. Te Inten, po e dashur, ne kam përcjell Jakupi apo jo, Ilmi? Po, Jakupi. Okej, po. E kam përcjell dashur dhe presim përgjigje, por fundjava ka qenë përpara, kështu që. Aty do ja u sjell edhe shpjegimin, dakord? Po, të marr prapën. Jo, s'ka gjë, në momentin që do kem një përgjigje, unë do t'ju shkruaj këtu. Ku ma keni nisur. Faleminderit. Dakord, faleminderit dhe juve për telefonatën. Do të presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, përshëndetje. Uleni në zërin televizorit, ju lutem. Atjetër, fare që ta u. Faleminderit. Dëgjoj. Po. Jam një punojës, ish punojës, një industrisë metallurgjike. Bukur. Dhe jam pensionist. Në datë 7 gusht, Gazeta Panorama boton një artikull ku thot
duke shtu kujdesin për punuesit e industrisë rënd, minator, naftëtar, metalurg, të bëhet një shtesë 0,6% për te dhe 1% për minator. Po. Dhe tani, në presim atje thot duhet plotësisht disa dokumenta, në dokumentat imi dërzu kohë ma para dhe tash dhe diku jemi edhe të pamunur për të lëviz shumë. Ato dokumentat i kanë, gjithës ne paguhemi me pension. Si mund të veprojmë shumë? Po si mund, ajo duhet, shikoj, në rast është nevoja për të aplikuar, duhet aplikuar. Si do të aplikojmë, nëse Çfarë moshë keni ju? Unë jam 76 vjeç. Po ti duhet ta kesh përfituar me kohë atë, se përfiton sot. Jo, kjo thot për ty ardhën një ata kam përfitu me kohë, atë të parë kam përfitu, por kjo thot për ty shtu, nuk. Po pra. Nuk e di, gazeta lloj për shkakun nëse unë kam pensionin 200.000 lekë ose 20.000 lekë, ashtu her vitet e punës, her 0,6% dhe thot i takon një rritje aq X. Po pra, çdo rritje nderuar nuk përfitohet sot, e keni përfituar me kohë. Që kur keni plotësuar moshën për të dalë në pension, jo sot në këtë moshë. Tani aktualisht nuk ka rritje, nuk ka përfitime sepse ato që kanë qenë për të përfituar janë përfituar në Ato e dimë, ato janë përfituar dhe kemi marrë, po nuk ka tjetër nderuar. Jo, nuk ka tjetër. Të lutemi dashur. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Jemi në 10 minutat e fundit të emisionit për ditën e sotme. Presim të tjerë telefonues. Kemi? Ka telefonat? Kemi telefonat apo jo? Po më përgjigjni, ju lutem, nëse dëgjohem. Po, alo. Alo, mirëmëngjes, Flodi. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Dhe tani ju pash në furgon Flodi, por nuk merri ato se të kështë shumë dyrë, tani edhe në darë, një trafik i pa parë, edhe do të rëmotrën tyre në Venecia. E kemi shumë të mirë, të bëna i meri. Se sotën kanë qenë atë në Venecia, jo kanë parë dhe juve. Pas ti e beshëndet. Shumë faleminderit. E urojmë të ekrani juaj bukur, i përditshëm edhe në 100 pranverat në bëjë. Urime. Shumë faleminderit, Flodi, je shumë i mirë. Të mirë, faleminderit ju për telefonatën. Shkoj me tjetër. Urdo? Alo? Mirëmëngjes, alo? Nuk dëgjoj asgjë çfarë më thoni në regji. Po, urdo? Alo? Urdo zonjë? Unë jam një pensioniste. Edhe të kam një gjuhë para disa ditë, që ke thonë me që smite kam jashtë shtetit, me që 10 milion lekë në bankë. Pse jo? Mirë do ishte. Merë ka 400.000 lekë për të mujë. Më jemi numër telefonit, ju sjarojnë atje si që duhet. Dakord? 28 Po 28 19 Po 711. Okej. Faleminderit. Do t'ju sjarojnë atje, dashur, më së miri që mund t'ju përgjigjni edhe mund të pyesni për çfarë do lloj detaji që ju keni dhe çfarë do lloj meraku. Më kupton? Do t'ju sjarojnë. Do të marrin vetë në telefon. Na merr ti vetë apo Po, patjetër, pa merak. Faleminderit. Asgjë fare, të lutem, faleminderit edhe ju për telefonatën, dhe meqense jemi këtu, është investim shumë i mirë në fondin pensioneve në Sigal, ka goxha përfitime, sepse në rast se dikush, është një sasi parash e cila do të shpenzohet në çdo rast. Pra gjatë përditshmërisë tuaj, qoftë pensionist dikush apo jo pensionist, është një fond i caktuar që ju në rastin më të keq do ta shpenzoni të gjithin, por besoj që moshat më të reja kanë një shumë qoftë edhe minimale për ta lënë diku. Dhe për ta lënë diku s'keni sepse ta mbani në forma të ndryshme, e cila nuk prodhon asgjë, pra është aq, x shumë që ti e ke, ajo do të mbetet po e tillë edhe pas 5 vitesh dhe pas 10 vitesh, nuk ndryshon ajo, nuk shtohet,
automatikisht nëse lë diku më njanë, ama në rast se ju do të vendosit të investoni në këtë fondin e pensionit në Sigal, shuma që ju depozitoni në llogari bankare të cilën e kontrolloni çdo ditë, e keni në telefon, do t'ju shtohet me X lek më tepër, në rastin konkret me 4.6%. Pra mes dy zgjedhjeve, pse ta lëm aty ku nuk ecën përpara dhe nuk shtohet, dhe të mos e lëm në një vend akoma dhe më të sigurt, sepse është e garantuar edhe nga Banka e Shqipërisë si një lloj fondi dhe jo pa qëllim. Sot paguhen mira pensionist nga pensioni privat në Sigale, po ashtu janë qindra biznese, për mos thënë mira, të cilat bashkëpunojnë për të siguruar edhe punonjësve të tyre këtë lloj mënyre të funksionimit të pensionit. Pra, të investosh sot me disa lek, qoftë edhe minimale, në një të ardhme të afër do të kesh një pension shumë të mirë, që është i garantuar, e merr shumë herë më shpejt nga sa pensioni i pleqërisë. Atë fond mund ta depozitosh dhe ta marrësh të plot bashkë me interesa në rast se ke një problem të caktuar, por në rast se mund të kesh edhe një sebeb, pse jo, një dasmë, do të thotë ndjalin dikush dhe i duhen këto para, mund ta marrë pas një lloj penaliteti. Kontaktoni numrin e telefonit aty në pjesën e poshtme të ekranit 069 64 34 114 për të mësuar çdo detaj që lidhet me mënyrën se si funksionon. Është goxha përfitues, më besoni, për këtë gjë do t'ju shpjegoj Arditi dhe mënyrën se si funksionon. Bukur, jemi në 5 minutat e fundit, ju presim në 068 99 00008 068 60 54 639. Mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë. Urdhoni, uleni zërin televizorit, ju lutem. Po, patjetër. Po, patjetër. Jam një nga zona Durrësit, njëri pensionist, mësues, kam dalë gati 6 vjet pension. Pas 5 vjetësh më kanë ulur me 4.000 lekë vjetra pensionin, sepse nuk kam paguar siguracionet 2 muaj në vitin 2013 dhe 3 muaj në vitin 2014. Kur unë i kam paguar të gjitha sepse kam punuar 24 vjet mësues. Por kam marrë vërtetim nga drejtoria arsimore, edhe nga drejtoria të taksave, me firmë dhe vull të drejtoreshave, që unë i kam paguar, por këto nuk i kanë hedhur në sistemi qendror të taksave. Unë nuk kam gjetur zgjidhje askund, kam trokitur, në shumë dyert kam trokitur, ka një vit që po e bëj këtë punë, dhe nuk kam gjetur zgjidhje. A mund të më ndihmoni? Ku keni pyetur ju dhe që nuk keni marrë zgjidhje apo s'keni marrë përgjigje? Në drejtoria arsimore. Kam shkuar në drejtorinë e taksave. Kam shkruar drejtorisë përgjithshme të sigurimeve, drejtorisë përgjithshme të taksave. Dhe s'keni marrë asnjë përgjigje? Përgjigje të marrë, shikohet ki problem, do shikohet ki problem. Kam shkruar edhe kryeministit të Dirama një letër, por nuk kam marrë asnjë përgjigje, s'm ka kthyer kush fare, as pozitive as negative. Jepi numër telefoni? Urdhno? Një numër telefoni. Po, 068 23 Po? 75 023. 75, a? Po. Banoni në? Banoj në Marrës të Durrësit. Faleminderit shumë. Edhe për ju faleminderit. Okej. Shkojmë me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si gjeni? Mirë, si jeni ju? Faleminderit. Urdhro. Nëse të mbarë këtodi. Shumë faleminderit. E të flasë që nuk e di, anse jo bezdisa e bu. Nuk më bezdis fare, nderuar, do të... Po, shiko, ndonjëherë mund të zjas pak dhe shkon nga dalë kjo gjë, po thjesht po pres një përgjigje, se të mbaj mend shumë mirë edhe nga zëri, ti je në hall të madh e di unë.
Të vish të shoh, ishte e di se ne kemi qenë njëra aty, kështu që mos u shqetëso, dakor? Ishe e vajza. E di pra, prandaj thash. Falenderoj shumë. Asgjë, të lutem. Më fal për bezdisje. Nuk më bezdis asnjëherë. Ma beso këtë fjalë që nuk më bezdis. Faleminderit ty. Faleminderit. Ikim me tjetër. Mirëmëngjesi. Kemi? Presim pak çaste për telefonat ndoshta të fundit për sot. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Mirëmëngjes, po ule zërin e televizorit, të lutem. Po. Kam një problem për gruan, ka 2 vjet që ka dalë pension, e ka fituar gjyqin. Po. Por e kanë thënë gjykat tapelet në Tiranë. Si bëhet kjo punë? Është problem i nderuar, është problem sepse dhe ne nuk pyesim dot. Më kupton? Po, kuptoj. Nuk ndërhym dot sepse na thonë që është në proces gjyqësor dhe nuk jemi pale përfshirë. Më kupton? E kuptoj shumë mirë. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Shikoni, bëj një sqarim. E vetmja mënyrë për të lidhur me ne në emision, sepse po më thuhet që ngatroj numri që ju dham pak më herët poshtë në ekran nuk është numri që mund të kontaktoni me ne. E vetmja mënyrë për të lidhur në emision është ose 2 numrat e kontaktit ose rrjetet e mia sociale, Facebook, ku doni ju, me emrin Klodi Karaj, dhe jo në numrat të tjerë. Të vetmi numra telefoni janë këta që ju keni në ekrane. Pra mos kontaktoni numër tjetër për të na kërkuar ne sepse nuk jemi ne. Mirëmëngjes, shpejt telefonata e fundit. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Uleni zërin televizorit, ju lutem se s'kemi kohë fare. Ja, duhet ti të pare. Shpejt të lutem. Urdhë. Po, urdhoni. Zoti gazetar, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nxitoni pak, ju lutem. Po u marr për herë të parë. Shumë faleminderit. Herë të parë po u marr, kemi një problem që shumë i gjatë. Po s'kemi kohë sot? Kemi aplikuar që në vitin 2005 s'po marrim asnjë përgjigje për legalizimin. Ku? Në cilën katastër? Në Vlorë. Ke një dokument aplikimi? Në Zvërnec. Dokument aplikimi ke i nderuar? Kemi, por tash këtu nuk e kam sot. Na telefonon nesër dhe ta ndjekim si çështje, dakor? Jo, 2 sekonda. Po s'kemi kohë, jemi vonë, kemi kaluar limitin e kohës, jemi në reklama tani. 2 sekonda. Po nuk mundem, të lutem. Portali nuk mundem, s'kemi më kohë. Faleminderit shumë, tash më vjen shumë keq që ndërpreva në këtë mënyrë, por jemi detyruar, ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët, takohemi gjatë ditës në lajme dhe nesër në program. Ditë bukur.